nga zoti Albin Kurti. Sot e kemi pa përdorimin apo keq përdorimin e paras publike për interesa elektorale të tij. Për që po mohan zgjedhjet janë gjys miliardi euro që i kanë dhënë zoti Kurti deri tash. Dhe këto janë para pa, janë analizuar në detaje, mbas edhe për shkak të afërsisë që ka pas me të, mbas edhe për shkak se janë njohur personalisht, kanë qenë në një parti politike bashkë dhe i kanë pas disa ide të qarta se ka mund të shkojnë dhe ku mund të shkojnë. Tani, mënyra se si po sillet PSD-ja interpretohet në forma të ndryshme. Unë e kam disa probleme me PSD-n. Problemi i parë është që zoti Mëlliçaj po e projekton fituesin e zgjedhjeve dhe kryeministrin. Pra, sipas Dardan Mëlliçajt, na po shkojmë zgjedhje sërish që zoti Kurti të jetë kryeministër, varet nga përqindja, ka prej tyre që thonë edhe do të rritet. Dhe nëse rritet zoti Kurti, atëherë është e pamundshme me hy PSD-ja në kuvend si parti. Nëse rritet. O nëse bja në ashtasim, nuk e pjesë. Se natyrisht, rënja e Kurtit do duhet të reflektonte në rritjen e PSD-s. Po jo domosdoshmërisht rënja e partive tjera politike në rritjen e PSD-s, për shkak se ato kanë tjetër brum, tjetër elektorat, ndërsa PSD-ja ka tjetër se është, si me thonë, është e dalën e prej vetëvendosjes. Në këtë kontekst, ka pas ikje të elektoratit kryesisht të LDK-s drejt vetëvendosjes, dhe unë nuk besoj që ata ikin prej vetëvendosjes edhe kthehen të PSD-ja, nëse dojnë më kthy dikun, kthehen të LDK-ja, sepse ka qenë të tyne. E dyta, lidhur me aksionet që i ka pas PSD-ja. Ka pas aksionet të ndryshme. Disa prej tyne i kam ndjek edhe vetë, ka pas për kundër gjykate speciale, kur i një arrestu brutalisht aty, por nuk kam pa unë një ballafaqim të Dardan Mëlliçajt me Albin Kurtin. Kur ai për çdo ditë ka qenë në terren. Me vetur, pa vetur. Kemi gjujt fizikisht me qërshia dhe kemi rrok të hinë në ndërtesën e qeverisë Rilindja natën. Ki aksion publik, kur në vitin 2022 besoj ose 21, po aty ke mujtë me ata. 5 vjetë me herët. 6 vjetë. 5 vjetë me herët. 6 vjetë. Unë supozoj se një opozitar do duhet... Po jedo disa tjera që... Do duhet të ishte aktiv me u marrë me Albin Kurtin. Unë e di se a i ka truprojat, ka mbrojtjen e afërt, ka këto, po ajo fare nuk është e rëndësishme. Vetura e ti ka mujtë musulmu me vezë. Një therë që thojnë mi asit në rrugë, se Isa Mustafa se 100 mjetë gati vdekje prurse. Dhe çështja tjetër që për mua është kogja e rëndësishme, mënyra që qysh po e sulmon opozitën, argumentet që po i përdor, unë mendoj që nuk i sjellin votë PSD-s, por mundësisht mundën me sjell votë vetëvendosjes. Pse? Pse po e them një gjë të tillë? Lakmia, Vjosa Osmani, Uran Ismaili, apo jo, Lumir Abdigjiku. Ne dim shumë mirë që zoti Kurti sulmon në çdo pika. Uran Ismaili ne ka sulmu edhe për vrasjen e njerëzve në kafeterinë e tij, ndërkohë që ajo është publike, do me thonë një hapësirë publike ku ka dhe incidente, vrahen edhe njerëz. Apo ja. E sulmon Vjosa Osmanin për shtëpia në shtëpinë në Marigon, kur dihet se zoti Kurti paraprakisht është përgatit për mos me pranu ma Vjosa Osmanin, në momentin që Libor Nalim nuk është ma aty, për shkak se ka shtëpia në Marigon, Besnik Bislimi nuk është ma aty, sepse ka shtëpi në Marigon, shefi kabinetit nuk është ma shefi kabinetit, është në një ministri tjetër, se ka shtëpi në Marigon, dhe është përgatit që krejt sulmi kundër Vjosa Osmanin nga militant me shku edhe për vendbanimin e saj. Dhe tani të njëjtën, si mas meje po e bën edhe PSD-ja. Atëherë, më tregoni ju mu, nëse keni parashikim, ky numër votash ka sa është, mund t'jenë 800.000, 850.000. Sa prej tyne mund t'i merrni jo, që t'vinte jo, ku është saku,